Në historinë shqiptare ka burra që nuk kanë pasur titull mbretëror as ushtri pas vetës. Ka burra që kanë ngritur zërin dhe armën vetëm për një gjë, nderin. Burra që mbrojtën vendin jo me urdhra, por me zemër. Njëri prej tyre është Kadri Bazi Breza. Një tregtar që u kthye në kaçak dhe një kaçak që u bë legjend. Nëse e doni historinë e vërtetë të shqiptarëve, shtypni butonin e pëlqimit, abonohuni në kanalin Histori Epike dhe ndizni këmbanën për të mos humbur asnjë video të re. Kjo është historia e një burri që një ditë, me vetëm një sapat në dorë, u përball me një ushtri të tërë. Në vitin 1880 në fshatin Brez të Karadakut lindi Kadri Bazi. Karadaku, një tokë e ashpër, një vend ku nderi dhe fjala vlejnë më shumë se jeta. Familja e tij ishte e njohur për ndershmëri. Kadriu ishte i biri i Abbas Brezës, një njeri i respektuar në fshat. Kishte 3 vëllezër, një familje e fortë, e rritur me tradita të thella shqiptare. Në rinin e hershme, Kadriu nuk ishte luftëtar, ai merrej me tregti, një burr i zakonshëm. Që çdo ditë shkonte në pazaret e Shkupit për të shitur mallrat e tij. Jeta e tij dukej e thjeshtë, por historia kishte plane të tjera për të. Një ditë në zemër të pazarit të Shkupit ndodhi një ngjarje që do të ndryshonte fatin e tij përgjithmonë. Një prift serb i mbushur me urrejtje sulmoi 2 gra shqiptare nga Mateqa. I zhveshi, i rrahu me kamxhik dhe i poshtëroi para syve të njerëzve. Një akt i ulët, një poshtërim publik, një plag për të gjithë komunitetin. Turma heshti, askush nuk lëvizi, frika mbizotroi. Por kur dëgjoi Kadriu, e përjetoi këtë si fyerje personale, si fyerje ndaj të gjithë shqiptarëve. Të nesërmen ai e gjeti priftin, u afrua me qetësinë e një burri që kishte marrë vendim dhe me 6 plumba në kokë i dha fund arrogancës së pushtuesit. Nga ai moment Kadri Bazi nuk ishte më tregtar, ai ishte një kaçak, një njeri në arrati, por me ballin lart. Emri i tij nisi të përhapej në të gjithë Karadakun si rufeja pas tuhis, i frikshëm për armikun, por i dashur për popullin e vet. Vitin 1912. Shqiptarët ngriten në kryengritje. Në shuman të vendit luftohej për çlirimin e tokave dhe për flamurin e tyre. Edhe Kadri Bazi ju bashkua radhëve të luftës. Mori pjesë në betejën e Kaçanikut dhe në çlirimin e Shkupit. Luftoi edhe në Tabanovc përballë ushtrisë serbe të komanduar nga generali Radomir Putnik. Ishte një front i ashpër, ku shqiptarët, kaçakët dhe vullnetarët qëndruan krah për krah kundër një ushtrie të organizuar. Por në mes të betejës ndodhi tragjedia. Artilleria osmane që duhej të ishte aleate, goditi gabimisht pozicionet shqiptare. Dhjetra luftëtar u vran nga zjarri mik. Shumë u detyruan të tërhiqeshin, por Kadriu i mbijetoi, u kthye në fshatin e tij me zemrën plot dhimbje, por me vullnet të pathyeshëm. Në vitin 1913, pushtimi serb kishte mbërritur në Karadak. Në Brez hyri një oficer i quajtur Bashiq me 300 ushtar. Ata nuk erdhën për drejtësi apo sundim.
ata erdhen për dhunë, vran burra, torturuan fshatar, shkatëruan shtëpi dhe terrorizuan banorët e pafajshëm. Një ditë, ky oficer tentoi të përdhunonte një vajzë shqiptare. Britmat e saj u dëgjuan në të gjithë fshatin. Por askush nuk guxonte të ndërhynte përballë 300 ushtarëve të armatosur. Por Kadriu nuk priti, nuk pyeti për numra, nuk pyeti për fundin. Mori një sapat në dorë, u fut në mes të ushtrisë dhe me një goditje të vetme ja preu kokën komandantit para të gjithëve. 300 ushtarë serb të armatosur deri në dhëmb u tronditën. Ata nuk pan një burr, por një shpirt që nuk thyhet dhe u shpërndan. Ushtria u largua në panik, fshati u çlirua nga frika. Aty, në atë ditë të vetme, një tregtar u bë legjend. Pas kësaj ngjarjeje, Kadribazi nuk mund të qëndronte më në fshat. Ai u fshe në male, në përshpellat dhe pyjet e Karadakut. Për vite me radhë, asnjë ushtri, asnjë polic serb nuk arriti ta kap. Jetoi si kaçak, por jo si kriminal, si njeri i lirë, që kishte fituar nderin dhe respektin e popullit të tij. Në Karadak, emri i Kadribazi Brezës nuk është vetëm një kujtim. Ai është një simbol i guximit, i nderit dhe i trimërisë shqiptare. Sot në fshatin e tij qëndron një monument në nder të tij. Rruga Hasanbeg Haracin në Maqedoninë e Veriut mban emrin e këtij trimi. Dhe çdo brez që kalon aty kujton një burr që nuk kishte frikë të vdiste për nder. Çfarë mendoni ju? A është ky një nga aktet më të fuqishme të qendresës shqiptare? Si do të kishte qenë historia po të kishte më shumë burra si Kadribazi Breza? Shkruani mendimin tuaj në komente, sepse kështu këto histori nuk harrohen kurrë. Ato jetojnë bashkë me ne. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.